Do i tregoj 3 lipglosat e mia të preferuara. Të parë kemi dashurinë të përjetshëm, Sephora Gloss të transparente, edhe pse këtu nuk duket transparente nga që e kam përdorur me lapset edhe kam marrë pak ngjyrë, por që është transparente dhe është dashuria ime. Kjo që kam tani të buzët dhe ka një shkëlqim, nuk e di, ka një diçka ky se unë quara kam zbulu, e kam blejt, këto janë vetëm 3, kam blejt palese sa dhe i kam shpërndarë në përqendra të ndryshëm, por është një dashuri e vërtetë. Çmimi është diku tek 12 euro, 13, nuk e di ai kanë ngret prapë çmimet, por që është fantastik, ka një shkëlqim shumë të bukur dhe shkon me çdo lip combo. Dytë kemi këtë nga Anastasia Beverly Hills, se quhet Amber Sparkle Lip Gloss, tani nuk është se shihet shumë, por kështu quhet. Është me xixa dhe sado që duket kështu te dora, nuk është kaq i pigmentuar te buzët siç mund të shihni, po jep një shkëlqim shumë të bukur. Nëse është dimër dhe jam super e bardhë si fantazem, nuk është se preferoj për gjatë verës, kur je pak ma e nxirr, perl. Gjetë të Sephora edhe ky dhe kushton diku tek 26-27 euro, më pak se 30 euro. Element të tretë, normal që nuk mund të lej pa përmend lipglosset nga Kiko, se nëse më ndiqni ka pak kohë, e dini shumë mirë që unë nuk e di, jam pjesë e zemrës time. Jam ka pak kohë se nuk i blej dhe nuk i përdor, se kam këtë nga Sephora që përdor gjithmonë, por që janë fantastike edhe këto, kanë një shkëlqim, kanë nxixa, edhe nuk e di. E ngre çmimet, nuk e kuptoj pse. Ky është numri 05-44 se ka qenë limited edition dhe kam pas edhe një tjetër që është numri 17 mos gaboj, se është i preferuari im që tani nuk po gjej më. Dashuria që kam unë për lipglosset nuk do ndryshoj asnjëherë dhe nuk do përfundoj asnjëherë.